shpreh e çliroi karrigën e kryebashkiakut, por pa e çliruar bashkinë. Në fakt Shqipëria është kthyer në një rast Guinness për sa i përket po themi implikimit të drejtuesve të pushtetit vendor, të qeverisë, të grupit parlamentar, nuk besoj që kanë event dytë as në rajon as në botë që të ketë të qasje në raport me ligjin dhe natyrisht edhe pushteti vendor është implikuar deri në maksimumin e saj të mundshëm dhe kjo vjen në radh parë vjen për shkak të çështjes politike që ka partia që sot është në pushtet, sepse po ta shohësh unë duke qenë si kryetar bashkie po edhe koleg po themi me mjaft socialistë, ato kishin një tjetër qasje, sidomos pas ardhjes Ramës si drejtues politik e Partisë Socialiste, por edhe si kryeministër, ato po ta shohësh zhvillojnë leksione se si mundet ti që të vjedhësh. Çfarë do thotë që leksione si të vjedhësh? Po, ju i keni parë se organizojnë me akademi politik, po në fakt çfarë politike bëjnë ato? Ato bëjnë këto janë ato shtyllat kryesore të politikës që ato bëjnë. Spari thonë se si ti të përfitosh sa më shumë para dhe këto para të shkojnë po themi pastaj në këmbim të votave. Pra çfarë thotë që nëse një projekt i saktuar kushton bie fjala 100 milion lek, thotë ti duhet ta bësh me 200 apo 300 dhe pastaj këto para ti përdorësh duke i dërguar po themi edhe tek partia, duke i dërguar edhe tek grupet tjerë interesi apo duke i dërguar pse jo edhe tek qytetari më i fundit në aspektin gjeografik në përblerjen e votës. Më fal, një sekond, kam nevojë për një ndërhyrje këtu. Nëse buxheti për një projekt është 100 milion dhe këta e kanë në dorë ta bëjnë 300. A nuk do e garantonin votën e atij qytetarit nëse do investonin 300 milion në mënyrë të drejtë te projekti te mirëqenia? Si do votoja nëse kjo që ju thoni është çështje normale. Dhe kushdo bën, domethënë shkon tek qytetari me investime, shkon me shërbime, shkon me të gjitha aksesorët e nevojshëm të cilët i mungojnë një lagje të saktuar, po këto kanë zgjedhur një rrugë tjetër. A ke parë ti po themi në 35 vite demokraci, vetëm tani në këto vitet e rilindjes, ato me ofertat kërkuara. Pra i mbushet me një biznesmeni, bën një projekt rruge dhe shkon, thot, unë kërkoj që të bëj këtë lloj investimi. Dhe ai investim dhe një po them që është 2 herë, 3 herë, 4 herë më shumë se sa kostoja reale e saj, dhe madje thot dhe projekti do të jap falas, thot, dhe ndërkohë shkon dhe fiton tendrin. Pra Spari shkojnë dhe ndërhin, po themi në referencat e saj. Nuk është vetëm kjo, ju e dini shumë mirë tërmeti, ka ndodhur që në vitin 2019 është harruar tërmeti kudo në botë ku ka ndodhur, dhe ne tërmetin e kemi prezent akoma në Shqipëri. Sa që ka zgjedhje, shohim që para pafund shkojnë për të ndërtuar një shtëpi që s'ka ekzistuar fare, të një qytetari, shkojnë për të ristrukturuar një objekt shkollor apo tjetër publik që nuk është zënuar fare, dhe në fakt parat shkojnë, po themi, tek xhepat e strukturës. Pra, ajo çfarë duhet them në thelb është që ka një linjë vertikale të këtij subjekti politik që në bashki, në pushtetin qendror dhe kudo primare kanë po themi vjedhjen e paras. Së dyti, reforma territoriale që u bë në Shqipëri ishte vrastare për qytetar dhe ndërkohë ato kryetarët e bashkisë i konsiderojnë si drejtues të SHPK-ve, pra që duhet të nxjerrin sa më shumë fitim, pra e kanë larguar, po themi, qytetarin nga shërbimi, nga investimet, dhe për pasojë kjo ju ka dhënë atyre një tjetër avantazh ku të mos e konsiderojnë më, po themi, mbështetjen e qytetarëve, por të konsiderojnë përdorimin e parave. Edhe një tjetër element që ka ndikuar negativisht është, po themi, sistemi i drejtësisë. Ju e dini shumë mirë që është trumbetuar në këto vite që reformën në drejtësi e kemi bërë ne, e konsideronin, po themi, sistemin e ri të drejtësisë apo spakun e çdo strukturë të sistemit drejtësisë e konsideronin si një diçka që e kishin prodhuar vetë dhe që nuk do të arrinin një ditë që të përballeshin. Normalisht kjo i ka bërë që ato të mos jenë as pak referent
po themi ndaj ligjit, dhe përpasoj sot kemi më shumë se sa gjysma e kryetarëve të bashkive të cilët janë përpara ligjit. Pra kemi një mori instrumentash të cilët i ka bërë, po themi, imun në thonjza ndaj ligjit, po që në fakt nëse operon ligji, që nga kryeministri, ministra dhe çdo kryetar bashkie është i implikuar për shkak të kësaj strategjie që ato kanë përdorur ndër këto vite. Ndërkohë, edhe Attirdi besoj është lodhur duke denoncuar, a kanë një mbrojtje politike këta kryebashkiak nga drejtësia apo e sheh të shkëputur, se mbi të gjitha edhe kur vepron drejtësia duket se nuk dëmtohet në thelb superstruktura politike dhe ushtrimi i kontrollit në territoret caktuara. Me thënë drejtë nuk jam lodhur dhe nuk kam për të lodhur si denoncuari, Flavio. Shkeljet flagrante të ligjit të cilat kryen nga kryebashkiakët, por jo vetëm, edhe institucionet varësit tyre, sepse për mendimin tim, sa i përket të gjithë insertit që ju paraqitët, do të thënë njerëzve të cilët janë në hetim, ata që janë në gjykim dhe ata që janë dënuar, kryetarët e bashkive, për mendimin tim ky është një model qeverisës. Pra, këta nuk e shikojnë pozicionin e kryetarit të bashkisë apo pozicionet të tjera të ndryshme, drejtor, drejtorish, zëvendës kryetar bashkish, përgjegjësa sektor, nuk e shikojnë si pozicion për të shërbyer qytetarit, po e shikojnë si plaç për të mielur nga mëngjesi deri në darkë. Dhe për mendimin tim, ky është një model qeverisës i cili faktikisht ka dhënë këtë panoram, në cilën, siç tha dhe ju në insertin që kishit përgatitur, janë 1/3 e kryetarëve të bashkisë tashmë të cilët përballen me drejtësinë. Duke pasur këtë model qeverisës, nuk ka kurse si, po them, vëmendje ndaj shërbimeve të qytetarëve. Vlora përsëri përpara 2 ditësh ishte përsëri pa ujë, sepse një pseudo investim thash që vazhdon prej 3